Në këtë episod kam ftuar profesor Zhani Ciko, i cili na e ka mbajtur sekret që emrin e vërtet nuk e ka thjesht Zhani Ciko. Nuk e ka Zhani. Po, e kam një pjesë të zërtetës, pastaj vazhdon edhe në qikë më gjatë, e në qikë më në natyrën time. Emri timi i pagzimit, të themi në kuptimin kur prindit vënë emrin, është Jean-Victor Ciko. Ky është emri me cilin jam i regjistruar në gjitha dokumentet dhe shpeshherë ky abreviacion, ky shkurtim që është më komod në marrëdhëniet shoqërore, në gjithçka më me këmbë në tokë, si thuash, nganjëherë ka krijuar edhe në shqetësim, sepse duhet të jetë i plot, duhet mos jetë sidomos në dokumentet ashtu siç është në të vërtetë. E kështu ka ardhur kjo një dëshirë e prindërve të mi, edhe mua edhe motrën gjithashtu kishin, duke u nisur nga rrethanat e familjes, nga emrat në cilët vërtiteshin emrat familjar të njerëzve të familjes, dhe kështu që me këtë emër jam edhe sot. Më pëlqen shumë që një shqiptar ka emrin Jean-Victor. Nuk do ta dija kur këtë duke nisi një protagonist, një personazh i ndonjë libri të periudhës së bukur të rilindjes. Është një trajte më oksidentalizuar, themin, me qenë që njerëzit e mi, veçanërisht nga krahu i babait, kanë jetuar jashtë, kanë qenë në marrëdhënie artistike, në një karrierë intensive deri në vitet 42, kur ai është zhvendosur në kohën e luftës, u kthye në vend, këtu në atë kohë që ishte bërë thirrje që të vinë intelektualët edhe të marrin pjesë, edhe ai, duke qenë se nuk ishte pranuar të ndronte në shtetësinë dhe gjithashtu në Itali, ku zhvillonte karrierën e tij më së shumti, po dhe në Austri, forcat fashiste, ta themi tamam, kërkonin marrjen e testrës fashiste, ndryshe nuk të angazhonin ato agjensi ku ai kishte punuar gati 20 vjet ose më shumë se 20 vjet. Kështu që me këto aspirata për të ndodhur Shqipërisë në ato momente me atë çfarë i mund shërbente më shumë, u kthye edhe Gjergj Bubani, që ishte drejtori mitik që kishte ngritur Radio Tiranën, e mori në stafin e tij, duke qenë në të kohë jo vetëm një këngëtar, bariton, artist i parë lirik shqiptar, por edhe nga ana tjetër edhe përgjegjësi i redaksisë të muzikës, të teatrit, të orkestrës që krijuan atë kohë dhe të shumë zhvillimeve muzikore që lanë gjurmë dhe mbi të cilën pastaj çlirimi i vendit krijoi mundësi që të hapeshin shkollat e para, liceu artistik, edhe shkollat të tjera të cilat e çuan artin në një drejtim edhe më profesional, siç dihet, siç e kemi përjetuar edhe në tjerët, edhe ju që keni dëgjuar këtë zhvillim muzikor të Shqipërisë. Çfarë kanë qenë paraardhësit tuaj? Babai e kuptova që është këngëtar i parë lirik dhe ka patur një karrierë artistike në Vjenë dhe në Milano. Familja Ciko ishte një familje patriote në qytetin e Korçës. Shtëpia e tyre që dhe sot është akoma një gërmadh, të cilën nuk e kemi posedojmë akoma, është në qendër të Korçës, aty ku tash është katedrale Lap, shumë afër me shtëpinë e familjes Mio, një familje që ishin edhe kushëri, dhe aty kanë kaluar jetën e tyre në fillim, deri në ditët e mitingut të shkronjave shqipe, kur vendosën në Kongresin e Manistirit. Frekuentonte shkollën mësojnëtoren e parë, dhe atje zhvilloi një luftë jo e thjeshtë midis forcave grekomane që konsideronin Korçën si një pjesë të Vorjo Epirit dhe kësaj fryme patriotike që bënte që këta të rriteshin me aspirata të tilla. Kjo ka qenë, u detyruan të largohen nga Korça për arsye të një përndjekje të egër dhe gjyshi shkoi në Bukuresht, atje ku ishte dhe kolonia shqiptare e Bukureshtit. Atje, që në moshë shumë të re, babai shfaqi prirje artistike dhe mbriti që në një moshë gati 18 vjeçare të jetë edhe dirigjenti i korit të shoqërisë
kolonistë shqiptarë të Bukureshtit, ku ishte Viktor Eftimiu, ku ishte Azdreni, ku ishin emra të rëndësishëm, këngëtarë të tjerë që janë themeluesit e operës rumune, Mihailescu Toskani nga Drenova dhe emra të tjerë të rëndësishëm. Me këto aspirata, në luftën e Vlorës, këta u nisën edhe erdhen si të rinj të tjerë që të marrin pjesë për shirimin e Shqipërisë dhe zbarkuan në Vlorë e 20-s. Mirë po, mbas ca kohësh lufta përfundoi dhe këta mbetën në rrugët e Vlorës, ku s'dinin çfarë të bënin, s'kishin as ku qëndronin më, Shqipëria ishte në gjendje të rëndë. Atëherë Hilmosi, që ishte në të njëjtën kohë edhe një nga drejtuesit e bashkisë të Korçës, i ftoi dhe kështu krijuan Shoqërinë e Arteve të Bukura në Korçë, ku i mat ishte regjisor, kësaj edhe drejtuesi i korit. Patë një jetë aktive, atje kishte ardhur dhe banda Vatra nga Amerika, që dhe ajo kishte ardhur të luftojë dhe ishte më organizuar, ishte sepse vinin nga shteti i madh i Amerikës. Kështu, kjo frymë patriotike, kjo frymë artistike, ishte një nga nxitësit e parë dhe mendoj se nuk është thjesht rasti i familjes time, po në rast se në vende tjera të Europës, gjithmonë arti muzikor i kultivuar është krijuar, të themi, nga njerëz të aristokracisë së vendit, nga princët, nga mbretër, nga njerëz të tillë. Tek ne ka qenë i lidhur me patriotizmin. Dhe kjo është një nga faktorët që nuk mund të kuptohet zhvillimi muzikor profesional i muzikës edhe arteve të tjera pa këtë frymë të vendosur në pavarësinë e Shqipërisë, të vendosur në talentet shqiptare në gjithçka tjetër. Keni mundur të takoni gjyshin? E keni njohur gjyshin? Gjyshin shokun e Azdrenit dhe të tjerëve? Gjyshin tim nuk e kam njohur, sepse ai ka qenë në fillimet, domethënë ka përcyllin edhe të vendosjes së pavarësisë. Madje është e bukur që kur ne jemi kthyer mbas lindjes time nga Tirana, pjesa tjetër e familjes time është një familje e njohur Tiranës, e familje Zoraçi, që ka muzikant, ka intelektual, ka mjafton të përmendim Nikola Zoraçi, një nga kompozitorët. I keni thënë të gjitha. Nëna time, një arsimtare shumë e përkushtuar, Evan Ciko, Zoraçi, domethënë gjithë kjo frymë ka ndikuar. Ju keni lindur në Tiranë? Unë kam lindur në Tiranë. Pastaj kemi shkuar në Korçë dhe kur shkuam atje, kaq interesante është sa që gjyshi nuk kam qenë në 12-ën këtu, sepse ishin në Rumani edhe merresh me transportin e librave që botoheshin atje, lulet e verës të ne frashin librat e parë, dhe këto i transportonin deri në një farë pjese, pastaj dilte një xhaxha tjetër i merrte, i sillte derisa mbrinin në Shqipëri. Dhe atje në një syndyk, në një familje, ku ruheshin disa relike që kishin tepruar nga shtëpia e djegur tona, atje gjendet edhe një fotografi e momentit të shpalljes së pavarësisë me gjithë patriotët pranë një rapi të madh aty në Vlorë, dhe ajo është me dedikim, me qenë që gjyshi nuk ishte marrë pjesë atje. Është një fotografi shumë e re, më e mirë se ajo që ndodhesh në muze para disa vitesh, tash mund të jetë gjetur dhe të tjera, po desha të them që është një moment krenarie për njerëz që kanë dhënë diçka për këtë vend. I kujtoni shpesh prindrit? Çfarë i ndodh njeriu në moshën tuaj? Harrohet, zbehet mungesa e njerëzve të dashur apo bëhet më e fortë ajo? Ju merr malli më shumë për ta? Kur kalon koha, ti fillon edhe veçanërisht në moshën që mund të shti, njeriu ka një gjallërim të mbresave të fëminisë. Dhe më dje ka dhe një diçka tjetër shumë të rëndësishme. Tani e vlerëson konkretisht punën e prindërve. Në atë periudhën kur ti je në aktivitet të rëmben ajo, të rëmben vetja, fillon të, si thosh, të gjykosh prindin nga njëherë dhe si një pjesë një mentaliteti caktuar. Nuk je, ndërsa më pas ti e kupton. Dhe sot është shumë interesante që për prindër që kanë jetuar gjatë edhe vite më përpara, qëllon që takoj njerëz që madje mbajnë mend edhe kur ka kënduar në shfaqjet e operas, veprat që ka kënduar, çfarë roli ka patur, çfarë ka bërë,
Po kështu për nënën më shumë, sepse ajo duke qenë arsim, duke qenë një drejtoresh që la gjurmë atje, sidomos me shtëpinë e fëmijës, ku në kohët e atij sistemi bëri një ndrim të trajtimit të fëmijëve, sepse këtu rriteshin kryesisht me një paragjykime, me shumë gjëra dhe trajtoheshin si fëmijë, domethënë pak dorës dytë. Ajo e vuante shumë këtë dhe mbriti t'i lartësoj dhe të nxjerri, domethënë trajtoi prirjet e këtyre fëmijëve dhe ka qenë një lidhje dhe ne në shtëpi tonë, prezenca e tyre ka qenë në çdo moment i jetës tonë. Madje ka pasur raste kur unë vinja atëherë kur isha jashtë Tirane, dhe vinja dhe e gjenja krevatin e zënë atje në dhomën tonë, sepse kishin ardhur 2 fëmijë që ishin larguar nga një qendër ku i kishin dërguar atje, dhe vinin ke drejtoresha, ato flinin atje, unë e shtronja një dyshek në tokë, edhe flija me kënaqësi dhe më zedhe gjuhën më mirë para këtyre akteve shumë humane. Fëmijët që vinin në shtëpi, i mban lidhjet, i kanë ruajtur lidhjet, të kanë telefonuar ke... Akoma edhe sot e këse ditë bile, kur ishte një përvjetor që nëna time, ajo duhet ta kishte mbritur moshën 100 vjeç, se ishte një gjendje shumë të mirë, ishte nga gratë e para që kanë frekuentuar liçenin, bënte hecje, bënte traun atje, bënte bashkë me shoqe të tjerë, ishte një grup grash të emancipuara shumë. Edhe mirë po nga një aksident që ndodhi një rrëzim, pati ju shkurtua si thua jeta. Nuk e mbriti atë që unë mendoj se do ta mbrinte 100 vjeçarin e saj. Mund ta realizoni ju. Mirë po kur erdhi dita, pikrisht me këta, me djemt të Institutit Integrimit të Jetimëve, shumë organizata që ka sot, dhe që ashtu ato e festuan dhe vazhdimisht e kanë festuar datëlindjen në një mënyrë ekzemplare. Nuk po i zej në gojë, sepse janë disa pavarësisht se midis tyre ka dhe lider që mbrojnë të drejtat e fëmijëve dhe, si thuash, të marrin gjak në vetë kur vjen puna për t'i trajtuar mirë, sidomos në një shoqëri pak më e çorganizuar, më e lirë siç është kjo tona sot. Nisur nga ky tregim për familjen tuaj, si do ta përshkruanit leksionin, mësimin që të kanë dhënë prindrit, që ju kanë dhënë prindrit, me një fjali apo me një fjalë? Një fjalë do të ishte fjala shërbëtor. Njeriu duhet ta ketë për nder kur i shërben të tjerëve. Qoftë në arsim, qoftë në jetën civile, qoftë me një nder, qoftë me diçka tjetër, madje edhe karriera artistike duhet jetë e tillë në një vend si Shqipëria, që kërkonte një hapa të shpejt për t'u integruar në shoqërinë europiane, në të gjitha rastet e historisë së saj, qoftë në një kamp ose në kamp tjetër, Shqipëria ka pasur këtë aspirat. Rrethanat historike kanë shkaktuar një vonesë të tyre dhe fakti që jemi një popull i vogël, i coptuar, historia nuk është treguar, veçanërisht historia moderne nuk është treguar kaq zëmërgjër me ne që na duroj. Megjithatë është një komb vital, një komb që të bën krenar dhe unë them drejtën kam një simpati të jashtëzakonshme për kombin cili ti përkas. Dhe them që njeriu më mirë sakrifikoj një çik nga ajo karriera e vet, sepse bota është e mbushur me gjenit muzikës. Ka vend gjithmonë për të mirë dhe ne krenohemi kur dëgjojmë emra të shti që kjo periudhë e hapjes demokratike, kjo periudhë e qarkullimit të lirë të vlerave ka shërbyer, po artistë të mrekullueshëm ka patur në çdo kohë. Që nga këta nismëtarët, siç i quaj unë, që është ky brezi i parë, po dhe të tjerë të kohës të mëparshme të viteve 60, edhe të tjerë që dolën nga shkollat tona dhe ja ku janë disa që kanë britur nivele mjaft të mira. Ne krenohemi dhe nganjëherë dhe i bëjmë komplimenta edhe me të mëdhaja, po në botë sigurisht kanë të bëjnë edhe prejardhja, shtetet fuqishme që investojnë, që bëjnë, ne këto i kemi pasur më të pakta. Megjithatë. Unë që kur ju mbaj mend me flokët e bardhë. E vërtet.
Jeni thinjur shpejt? Po them që pioner jam thinjur jo, po në rini ishte trashëgimia tonë. Nga krau i babait tim janë të gjithë me flok të barë xhaxhallar, të gjithë njerëz të mi që kanë jetuar jashtë, edhe kurse nga krau i nënës më pak, nuk janë tillë, po unë kam gjarë këtej si duket. Si keni qenë ju djaloshar? Natyre hedhur, djalë i pashëm, me vëmendje vajzash, çapkën, i ndrojtur? Shikon, koha tonë ka qenë një kohë tjetër. Unë kam pas vazhdimisht marrëdhënie të mira dhe nuk kam qenë, domethënë një, të themi në kuptimin e një shoqërie vetëm maskiliste. Po vetë jeta tonë në liceun artistik, ku për shembull që në klasë parë ishim 6 veta që fillonim klasën e parë të zgjedhur në atë kohë, të cilët isha vetëm unë djalë në vitin e parë. Vitin e dytë erdhi dhe një kolegu tim u bëm 2, e kështu që duke që më pak domethënë ka qenë kjo. Pastaj klasat tona të instrumentit që ishin klasa ku mësimi ishte individual, domethënë jo mësime kolektive, kultura e përgjithshme ishte kolektive, ndërsa mësimi është individual, instrumentit edhe sot e kësaj dite. Edhe këtu marrëdhëniet, puna në orkestër, puna me të tjerë, shpejt jam angazhuar dhe në dhënien e mësimit se kishte nevojë atëherë që në shkollë të mesme madje kemi filluar të japim mësim, jo vetëm unë, po dhe kolegë të tjerë. Më pas gjithashtu që gjitha këto kanë bërë që të kemi një rreth shoqëror të gjerë. Më ka pëlqyer humori. Kam qenë një farë protagonisti në shoqëri, në kuptimin që më pëlqente të tregoj historira, të interpretoj diçka, të bëj, domethënë kjo ka qenë e time. Por kam qenë shumë koshient për aftësitë e mia. Domethënë, kur unë shikonja në ata që rriteshin në konvikt, të ardhur nga rrethet edhe nga Tirana, nga familje që në vitet 50 kur kanë filluar unë liceun, ishte një gjendje varfër. Në liceun artistik ishte dhe fëmijë që familjet i kishin sjell sepse donin të ishin qafe nga shtëpia, 1-2 fëmijë të sjellin konvikt edhe për t'i lënë në ngarkimin e shtetit, domethënë kishte pavarësisht se atë pranoheshin me konkurs, por ama kishte shumë që ishin nga 4-5 fëmijë në shtëpi. Kishte madje edhe të tjerë që vinin nga rrethet që kur vinin derisa shteti i furnizonte edhe me në një palë kpuca, me ndonjë gjë tjetër, edhe me nallone kishte, druri. Në këtë kontekst të kësaj gjë, unë që isha nxënës i jashtëm, që vinin me të tjerë, shokë të tjerë, kryesisht edhe të familjeve të artistave të kohës, kishim shumë shoqëri, thonje që kur këta bëjnë kaq shumë, unë s'duhet mburem, duhet bëj patjetër më shumë. Edhe kishte me vullnet, me talente të mëdha, një pjesë janë bërë jo më pak se unë, për fat një pjesë e tyre nuk janë akoma gjallë, po ka dhe që janë gjallë, dhe i kam parë gjithmonë me dashuri dhe me respekt shumë, me respekt. Po përpiqesha të përfytyroja në ato vitet i veshur bukur, ku i blije veshjet? Ishit mirë ekonomikisht? Tashi po të kallëzoj një gjë. Për momentin ishin 2 rroga në shtëpi që ishin një rrogar e një artisti dhe më vonë një pedagogu, profesori, dhe mama në arsim. Domethënë, me 2 rroga ishte më ndryshe. Po rrobat nuk ishin kollaj të gjenje, sepse mungonin, ishin prodhimet, ishin kështu. Mirë po me qenë që babaj, kur kishte ardhur nga Italia, kishte sjell si artist që kishte për shembull 8 kostume, shumë mira, kishte 20 këmisha, kishte këto, të cilët me ato fishesh vazhdimisht në rregull. Dhe kishte frak në shtëpi, kishte gjitha këto. Kur ato vjetruan dhe i filloi ti priste, i kthej një mbrapa dhe bëshin rroba për mua. Sepse unë isha akoma i vogël dhe po të shofësh, më shef në ato moshën e si thua të shkollës fillore dhe të vjeçare, dhe këtu më shikon që i kam edhe kasket, kam veshur dhe me palto, gjitha këto janë rrobat e familjes që ktheheshin. Paltot e babaj që bëheshin paltot e zhanit. Më pas, kur ne fillova të bëj jetë koncertore, në atë kohë dajetim Nikola ishte kthyer nga Bashkimi Sovjetik, nga studimet që u ndërpren marrëdhëniet
mirë po koncerti kërkon të ishe i veshur me i kostum të zi, se do bëj kam qenë edhe solist, në orkestrën radios disa herë më pas, në opera një tjetër. Ku do t'i gjenjë këto roban? Nuk ishe ku gjenjë, atër shkonja i menja, të gdaja, vishnja kostumin e zi të ti. Pra, vërtet jemi veshur, po të gjitha këto ishë një preokupim më shumë për të pasur një farë digniteti. Jo për të dukur, nuk ishte kjo, se nga njerë më një më të gjëra, nga njerë më se kuptohet. Nuk ishin po, kjo ka qenë një përpjekje e madhe. Më pas erdhi periudha atyre viteve të fundit të regjimit që ne kishim dalë në punë dhe më kujtohet që për fat unë isha kthyer në lice artistike dhe në atë kohë kisha krijuar një orkestër harqesh të liceut artistik që shumë shpejt u bë orkestra më e mirë e harqeve të ri në Europë, vetëm me çmime në shumë shtete dhe dalja në Austri, në Itali, në Greqi, në Spanjë, më pas Belgjike, ishte i gjithi në për konkurse prestigjioze. Këtu, përsëri, unë paraqitesha në qikë më i veshur, sepse ishte domosdoshme që ti të kishe një standard kulturor, që të flisnje, të dinje, të jem një intervistat jashtë, të përgjigjeshe për pyetje që bënin, pyetje ndodhte për shembull kur kemi qenë në një turne të madh në Suedi. 18 koncerte kemi bërë brenda Suedis, që nga Stockholmi e deri në Umeå, që është opera më veriore e globit. Atje sa më lartë. Në fund të botës. Në fund të botës. Dhe ti këtu do t'i përgjigjesh, ato kishin zakon që mbasi mbaronte koncerti, ti të bënin pyetje. Nga vjen, ç'është ky, si keni punuar, ku keni ti duhet ishe t'i përgjigjeve. Dhe pyetjet që ishin të ndryshme, si është jeta në Shqipëri. Dihet që në Suedi ishte monotone. Ishte një numër i madh, se gjithçka i kishin, nuk kishin surpriza. Edhe një nga shtetet ku edhe këto suicidet, vetvrasjet ishin të mëdhaja. Vazhdon të jetë ky problem atje. Është akoma. Unë i thash, ne kemi jetën shumë variante. Si thënë to, po, kemi shumë variante. Thash se ne kemi jetën kështu. Ti je në shtëpi, po punon, në moment ikin dritat. Ti mërzitesh, mbas pak vin dritat, ti gëzohesh shumë. Po kështu të tjera, jo firmat piramidale, humbëm këto, do me thënë, duhet të dinje të jemi disa përgjigje që dhe mos ankohesh e shumë, dhe mos shkelje mbi vëndin tënë, po nga në tjetër t'ishe dhe deri diku realist mbi atë çfarë ndodhni. Ka një mënyrë për të mos e sharë vëndin tëndë? Sigurisht. Ka gjithmonë një mënyrë? Humori është facada që si të është të nxjerrë faqe bardhë në këto situatë. Në çfarë gjuhë përgjigjeshit? Po, zakonisht unë gjuhët e mia kam qenë në formimin tim latin, me këto, italisht si gjuhë familjes, frëngjishtja, po edhe gjermanishtja që në një periudhë të jetës time u detyrova të studioj dhe mbas shumë vitesh ajo që më ishte ndërprerë një ndërtimja, si thuash, më shërbeu kjo në marrëdhëniet e mia me këto vendet gjermanike me këto. Prej kësaj kuptova shumë kolla edhe anglishtën që nuk e kam studiuar në njerë, po me shumë gabime, po mbrit komunikoj dhe me kohë, si thuash. Pastaj ka qenë dhe rusishtja një gjuhë që kemi në shkollë, rumanishtja një gjuhë e familjes që lexonja letrat kur vinin, që andej edhe kam praktikuar. E mba mend? Po, flas rumanisht mjaft mirë. Edhe lexoj. Ja kështu. Asnjëra perfekt, që mos keq kuptohemi. Po pse ekziston perfeksioni? Po them tash derisa dikush merr për të përkthyer ose për të plagjuar kaq më shumë, kupton? Kjo është e domosdoshme, po edhe në muzikë, pastaj muzika ka këtë avantazh që është gjuhë ndërkombëtare. Se kur do i thuash tjetrit që intonacioni ose ritmi ose këto janë terma që janë të përbotshme, edhe mbrin të kuptohesh.
mendimin për ju e kam patur gjithmonë për t'ju ftuar në podcast, në fakt, se ku t'i gjejmë njerëzit si puna juaj, profesor Zhani, po më shumë e patat, ngati dhe me nxitim, ditën e 1 janarit, të dielën e koncertit të Vjenës, isha në shtëpi vetëm, edhe po shikoja koncertin e Vjenës dhe u gëzova shumë që ishit ju duke komentuar dhe po tregonit histori, dhe në një moment thatë edhe një thash e them, shpjeguat një opera që kompozitori e kishte krijuar kur e kishte tradhtuar gruaja. Çfarë mendoni për tradhtin ju? Shiko, tashti ka disa shprehje popullore. Dikush thot që të mos ta faktorizoj dhe personalizoj sepse si thua ne punojmë shumë në marrëdhënie për bashkët me rodinën, është një lidhje që kemi dedikuar jetën edhe gjithë shka në ka afruar, por populli thot edhe buri e merr vesh i fundit. Kështu që ka gjëra tilla, kupton, ka. Pastaj e gjitha kjo është, si thuash, është një diçka, ta marrësh jetën kur ke kaq gjëra për të bërë një jetë, ta marrësh një çik me një mendje lehtësi, më të madhe se ç'duhet. Pasioni e bukura, gjithçka tërheq, edhe marrëdhëniet njerëzore janë shoqërore, veçanërisht marrëdhënie në punë, si kam patur edhe unë duke qenë shpesher në pozita drejtuese, kam qenë shumë i vëmendshëm në gjitha rastet dhe kur isha i ri, për arsye sepse e kam bërë punën me një përkushtim të madh. Për mua drejtimi i institucioneve që nuk kanë qenë të paktën në jetën time, edhe kur kanë qenë në pozita më të ulta, më të pafavorshme, dhe aty prap unë kam drejtuar. Kështu ka ardhur jeta time. Dhe në këto drejtime kam qenë totalisht i lidhur me punën. Si keni menaxhuar ju xhelozit, intrigat, se besoj askujt nuk i mungojnë aq më tepër që unë e vërteta është që ju mbaj mend me thinja dhe drejtor. Si thash unë, thinjat i kam pasur dhe atëherë kur u bëra drejtor artistik në opera 24 vjeç. Kishin filluar ca gjë. Por po them atë që ju pyetet, argumenti tim ka qenë ky, sepse njeriu nuk duhet t'i fshihet të vërtetës dhe argumentit. Në rast se veçanërisht periudha më e vështirë, po edhe në radio, kisha të bëj me një gamë shumë të gjerë të redaksisë së muzikës, me krijues, me përgatitje të eventeve kryesore të radio televizionit, festivalet, koncertet, këngëtinës, gjëra që u transformuan në vitet 90, qoftë edhe programe të tilla si transmetimi i parë i koncertit të Vjenës, dhe që ngeli një gjë që populli e vlerësonte dhe e donte prej meje shumë gjatë edhe sot e kësaj dite. Nga ana tjetër ishte orkestra simfonike, që ishte prirja dhe dëshira time e madhe. Ajo orkestrë që kishte pas një nisje që në periudhën e babait tim, më pas të dajës tim, që ka qenë drejtor artistik, e tjerë. Tani, këtu është argumenti. Ti duhet përballesh. Në atë kohë, ne jo vetëm bënim festivalin e këngës në radio me 3-4 nete kemi bërë, edhe më shumë. Edhe këtu, në këtë ndërtesë kemi bërë natën e trive në piramidë. E bënim, sillim këtu që të varionim nga pallati i kongreseve, të ishte më interesant, e kemi nxjerrë edhe jashtë, edhe në natyrë kemi bërë shumë gjëra. Mirë po, në të gjitha këto rastet, ti do përballesh me median. Duhet jemi përgjigje. Media duke qenë pluraliste në atë kohë, të trajtonte ty dhe si një figurë politike pa qenë i tillë. Unë s'kam qenë kur njeri që ka marrë pjesë në forcat politike, do me thënë si antari tyre, sepse mendonja që pozita time duhet ishte neutrale. Sigurisht, njeriu nuk është dru dhe nuk është, por ka simpatitë e tia dhe kjo është diçka shumë normale, dhe gjithmonë edhe atje ku kam qenë, kam pasur njerëz me prirje politike ndryshme ndër artistët, kur nuk kam parë të këta, dhe me thënë dëshirën për t'i kufizuar në këtë drejtim. Në teatrin e operës, më konkretisht i kam thënë që ditë e parë, për çdo problem, ju duhet vini në zyrë të debatoni me mua. Në rast se unë ja mbush mendjen, ju do bëni atë që ju thash unë. Në rast se ma mbushni mendjen, unë nuk do të kem
për si thua se më bjen autoriteti që të bëj atë që donë kolektivi. Dhe kjo e kam bërë vazhdimisht. Kjo ka qenë nga faktorët kryesor të ne pastajnë dikush që për një antipati, për diçka tjetër ose për ambicie më të mëdha nuk kam britur të realizoj nga ana profesionale, por në jetën time nuk kam pasur kur njeri që unë ta kem larguar nga puna, të kem marrë masa, ose madje edhe në prerje ditë e pune ka qenë diçka shumë e rrallë. Sepse njerë ka ndodhur veçanisht marrëdhëniet me të huajt, që shifnin orën edhe në orën precis, unë i thënë shiko mos e kërkoni dhe unë nuk e dua orën precis. Se tek ne nuk funksionon sistemi urban kaq perfekt, po flas për kohën kur kam qenë unë, dhe nuk funksionon, nuk jemi asësuj dijes dikun që në orën precis është këtu. Ka atje dikush ka fëmin, duhet ta çojë në kopësh, do ta ka një ditë bjen shi, një ditë do më thënë s'ka mundësi, pra do të lesh një si thuash, tolerancë. Një tolerancë duhet ta ketë njeriu. Kushtet e një vendi, të një teatri që është i vetëm ky teatr. Nuk kam të tjera vende ku njerëzit mund ta shpërfaqin. Dhe kjo është një sakrificë edhe për familje, duke qenë vetë njëri që i kam jetuar këto gjëra. Kështu që kam qenë i kujdesshëm që të jem në këtë drejtim tolerant brenda një caku të caktuar. Brenda një caku minimal. Keni dëgjuar, lexuar diçka të rënd për veten tuaj ndonjëherë, një gjë që ju ka lënduar në ekstrem? Po, ka pasur dhe këto kryesisht kanë qenë kështu interpretime politike. Duke qenë se në një periudhë radio-televizioni kalonte njerë djathta Majtas, kurse unë i kam ka përzyer të këto, kam qenë një figurë, si që tha njeri nga drejtuesit e shtetit, tha një figurë konsensuale. Dhe kjo kam bërë që shpesher të më propozojnë një krah, të më mbajnë punë tjetri, dhe kështu kam pasur, prandaj kam ndetur gjatë. Edhe nga përkushtimi sigurisht. Dhe nga kjo që kam pa, por ama ka pasur edhe momente tilla kur janë bërë akuzat të pabi, madje kemi shkuar edhe në prokurori. Ka pasur raste që më kanë denoncuar atje, po kam qenë shumë i qetë, edhe të gjitha gjyqet i kanë fituar, nuk kanë qenë shumë, kuptohet një rast, nuk të qenë, por i pa merituar, dhe kam qenë madje edhe një kamerë fshet që më është bërë pikrisht në këto abuzimet që mendoheshin se me pozitët ime mund të kisha bërë, edhe atë dola fitus me regjizorin e famshëm të këtyre kamerave. Të fsheta pikrisht sepse jam i bindur që nuk kam punuar kur për të abuzuar qoftë edhe me gjithë vogël. Dhe dekorata më e madhe që kam marrë në jetën time është kjo që kur dola në marrëdhënie krijimtarie lire, thashun, nuk e kam përdorur fjalën pension, se mbaron një marrëdhënie të caktuar shtetërore dhe je i lirë të bësh, të thuash çfarë duash, të rish me këtë duash. Është një liri, domethënë e kushtzuar pak a shumë, po që mua më ka pëlqyer. Titulli i bukur dhe ta kemi parasysh. Edhe në këtë drejtim, jam krenar që mbas 10 vjetësh në Teatrin e Operës, kur kemi livruar para të shumta sa që ishte ajo, po që vareshin, kishin firmën time, pavarësisht nga drejtuesit e tjerë, nga njerëz të administratës të përkushtuar në jashtëzakonisht, ishte një trup e vërtet për t'u admiruar, nuk patëm asë një shkelje ku mundet edhe 1-2 lekësh mundet të thonë këtu në këtë rast ka qenë e drejtë. Pse? Sepse asë një herë unë nuk kam marrë shpërblime jashtë rrogës time zyrtare. Unë isha emëruar drejtor i përgjithshëm dhe rroga e drejtorit përgjithshëm. Kam marrë shkopin të drejtoj për veprat cilat duhesh autoritetit tim dhe nuk ishin për kënaqësi. Kur s'kam drejtuar opera që mund të vinte një italian e dinte përmendsh dhe sa ta mësoj unë do torturoheshin tjerët. Por kam bërë veprat cilat donin një autoritet, kryesisht muzikës shqiptare, kryesisht në vepër që sillte zhvillim në muzikën tonë, dhe në këto raste s'ka marrë asnjëherë shpërblim, dhe kjo më bëri që t'jem ballë lart përpara çdo tentative
për të hedhur një stërkal, si që ka jeta. Ke një raport të veçantë me parat? E kuptova pak që nga fëmijëria që në dallim të paktën sipas kontekstit të kohës, në çdo kohë, në çdo kapitull jete, dukeni që jeni rritur mirë, keni jetuar mirë, qoftë në dashuri po edhe në aspektin financiar. Keni ju çfarë raporti ke patur me paranë në përgjithësi? Shiko, parat në kuptimin e një mundësie të madhe nganjëherë ose mjaftojnë o janë të tepruara. Domethënë këtu qëndron ajo. Unë për shembull, po them ajo filozofia time është shkruar që kur i kam pasur të pakta parat, ose kur dhe i kam, unë në këtë drejtim them është një kujdes i madh që mos na kapi kolesteroli, që mos ve bark, që mos e teproj, që mos pi vend e pa vend, pra të ruaj shëndetin. E kam quajtur si diçka pozitive. Nuk e kam vuajtur si diçka që duhet të dalë, të kërkoj, të kërkoj lutje, sepse unë mendoj që njeriu që ka dhënë një kontribut, një sa do qoftë ai, i mjaftueshëm ose i pa mjaftueshëm, po ka bërë diçka me seriozitet, shoqëria duhet ta di se kush është. Dhe kur ti kërkon prej saj, unë këtë nuk e quaj dinjitoze. Nuk e quaj dinjitoze. Kjo është dinjitoze për njerëz të cilët kanë kontribute të mëdhaja, se një artist nuk mund të kontribuet me atë që ka ndërtuar hidrocentrale, atë që mban industrinë, atë që çon përpara zhvillimin e vendit, apo jo. Kuptohet që njerëzit e artit kanë një aspekt publik më të eksagjeruar nganjëherë, edhe simpatinë edhe gjithë të gjëra. Pra në këtë drejtim mendoj që në shumicën e tyre njerëzve i takon edhe të kërkojnë atë që i quajnë të... Atë që u takon. Por mendoj që mirë është të mos jesh shumë i dhënë pastaj. Invadent. Invadent, e bukur, pushtues. Dhe të pushtoj ideja e paras. Në fakt, ne po jetojmë në kohën kur paraja është glorifikuar dhe duket shumë e nevojshme për shumë gjëra të jetës, madje aty ndahen edhe nivelet, ndahet edhe statusi dhe po ta vësh re, si që ke vënë re, jam e sigur për këtë, njerëzit luftojnë më shumë për paranë, sepse besojnë që ajo do t'ju sjelli edhe lumturinë, deri diku ta sjell, po ka një gjë tjetër që nuk ta sjell kurse si as ajo, po gjithsesi është kjo lufta e egër për para. Si e sheh Zhani Ciko këtë nga shtëpia e tij, nga bota e tij? Të nënvlerësosh paranësh, do me thënë të nënvlerësosh të përditësimin e jetës tënde. Dhe jeta ka ngjarje të bukura të cilat duhen ushqyer, duhen bërë, pra nuk është që kaloj në një qëndrim, si thuash, më shumë kristian se sa duhet. Por mendoj këtë që jeta është edhe bukur edhe në mënyrë më modeste. Shansi tim ka qenë që me trupat e mia me cilët kam punuar, unë për shembull kam pasur këtë mundësi që të dal jashtë, por të dal jashtë jo thjesht për turizëm, po më ka pëlqyer kur kam shkuar për një aktivitet. Domethënë, ke shkuar për shembull, kam shkuar në shumë shtetet e Europës, edhe në Amerikë kam qenë, edhe në vende të cilat kam performuar, si i thon tash. Kam çuar orkestrën e radios në vende të ndryshme, teatrin e operës, mbrita që teatrin e operës të shkoj në disa festivale të përhershme, domethënë që në Dubrovnik të krahasisë një festival i shumë e embër, ose për shembull në një ishull të Greqisë ku është opera e parë krijuar në ishull të grek në Siros, edhe çoj trupa këtu kisha satisfaksion, kam shkuar të drejtoj në qendra të rëndësishme të Austrisë, të Belgjikës, të Gjermanisë, të Suedisë, Spanjës e të tjera raste plot, gjithandej edhe në vendet lindore. Të gjitha këto më kanë sjellë atë që më ka shijuar më mirë kjo se rastet kur kam shkuar për turizëm. Ajo sot me informacionin që kemi, me ekzistencën e kaq si thuash filmimeve, burimi informacionin, ne mund t'i shohim të gjitha tani. Të cilat s'ke mundësi dhe t'i shofësh, sa do të rish, nuk e kupton jetën. Pra, kjo gjë mua nuk më ka munguar.
as mua, ta bëjmë madje edhe bashkë me gjithë Rudinën, të shkojmë jashtë, qoftë edhe bashkë edhe për të koncertuar së bashku, ose nga njerë edhe ajo më përpara, por edhe me të tjerë dhe me nxënësat e mi. Kjo jetë kolektive më ka pëlqyer shumë dhe ka qenë një nga faqet më të bukura. Jeni martuar me vonesë nëse flasim për kontekstin e kohës në vitet kur ju e keni marrë atë vendim, keni qenë një 35 vjeçar. Sot është natyrale, po në atë kohë dukej shumë vonë. Pse ky vendim kaq i vonët, apo thjesht atëherë e gjetët dashurinë e vërtet Rudinën? Janë disa arsye bashkë, nga njerë vinë gjërat në mënyrë shumë organike dhe në një kohë kur në familjen time ndjesh, sidomos pasi u ktheva në Tiranë, ndjesh kjo që tash i duhet që Zhani të martohet, duhet shujo të kryej familje, jo gjithë këto gjëra që ishin shqipërkupim prindror i ligjshëm. Në këtë moment, mbesa time, e vajza e motrës time, u detyrua të shkoj me familjarët e saj në një shtet perëndimor, në Francë. Dhe si duket, mama e time i ka thënë, edhe shiko se mos na gjen në një nuse për dajën atje. Dhe një ditë kur kjo mundi në atë kohë lidhje me telefon ishte gjë e rrallë. Çfarë viti ishte? Po këtu ishte përpara viteve 90. Po, 80 e ca. Po, 80 e ca. Kështu. Edhe kur një ditë kjo merr, i thotë, moj nën, thotë, të mora, thotë, telefon, po si jeni mirë, thotë, miremi, vetëm një gjë, këtu në Paris nuk ka nuse për dajën, se këtu ka zezak dhe qenë. Jo në kuptimin racist, që këtë dajë tu. Dhe me thënë, pra, kështu erdhi kjo punë. Jemi në Tiranë tani, kur takon Rudinën. Rudinën ku e pe? Rudinën e pash në lice artistik. Në kohën që unë shkova në lice artistik, në atë kohë, ngjarja më e madhe kulturore ishte koncertet e majit. Ishte një festival vjetor që bëhet çdo vit dhe që në cili merrin pjesë gjitha institucionet, që nga ato rinore, institucionet profesionale, madje edhe amatorët. Dhe liceu artistik do merrte pjesë për ta forcuar orkestrën e shkollës, na kishin marrë edhe ne mësuesit, edhe unë isha mësues atje. Rudina luajti një koncert që e kishte shkruar miku tim Tonina Rapi për piano dhe orkestër, dhe aty e pash për të parë si një vajzë e talentuar në një rreth maturantësh që shqueshin edhe në instrumentat e tjerë, disa nga instrumentistat më të mirë të brezit saj, dhe sot janë me karrierë një pjesë jashtë shtetit, një pjesë shu. Aty u pam për të parë. Më pas, këto kaluan në Institutin e Lartarteve, mirë po për shkak të lidhjeve me shkollën të shoqërive, një më lart, një më poshtë, vinin që gjithë në shkollë dhe kalonin dhe nga një në klasë tek unë. Kalonin dhe tek unë. Unë atëherë akoma mba një violinë në dorë se kisha studiuar dhe kisha akoma mendonja se mund të bënjë diçka, këta kolegët e mi të harqeve herë më dëgjonin, herë bënim se dhe këtu, si të shumë pleks një marrëdhënie shoqërore e tillë, e cila me kohë, me kalimin e viteve, e disa viteve, nuk patëm një lidhje të menjëhershme, jo, të disa viteve, u bë pastaj një lidhje që neve e pam se kishte një atrakcion më të madh midis nesh, edhe ishte një ndryshim. Pati dhe një presionin e Rudinës, pikërisht nga ato forcat e errta partijake që shpesh në shkollë bënin presione, duke i thënë që nuk e diti në festivalin 11 kush ka mbajtur raportin, kush ka bërë këtë. Njerëz që përpara kishin ndikuar ke unë që më thonin ti duhet futesh, ti duhet marrësh tesër e partisë. Po këta nxitse hipokrit kanë luajtur rol negativ, por kur njeriu don i përballon dhe kjo lidhje u bë pastaj si thuash shumë organike. Lidhja e jetës tënde. U bë një lidhje. Lidhja e jetës tuaj. Çfarë ka Rudina diçka që ju e vlerësoni veçanërisht tek ajo? Ajo shumë sistematike. Ajo studion rregullisht brenda karrierës së saj. Ka gjëra që janë të rralla, domethënë ajo ka luajtur veprat kryesore të repertorit pianistik ndërkombëtar.
qoftë edhe muzikën e re, qoftë shqiptare qoftë tuaj, ka qenë shumë veprat madhore, ka luajtur në disa drejtime, në disa koncerte të rëndësishme, recitale që si kanë munguar, po kështu edhe aplikimi dhe marrja e titullit profesor është bërë mbi bazën e zbatimit të një teknologjie që ndodhi atëherë shumë eksakte, shumë të fortë, mbas disa vitesh, asnjë gjë në sajt të emrit tim. Madje, edhe kur unë isha në radio që ishte, ajo ka luajtur me orkestrën e radios më shumë përpara se të shkoj unë, dhe kur kam shkuar, ka luajtur sa shoqet e tjera, kush ka dashur, edhe në opera pothuajse ka luajtur shumë pak në orkestrën në raste kur duheshin. Do me thënë, ka qenë një diçka që e ka merituar dhe absolutisht asnjë gjë që është dhuruar. E kuptoj. Sigurisht, ne kemi jetuar duke punuar së bashku. Dhe në këtë drejtim, unë kam marrë dhe shkopit dhe kam drejtuar, edhe këtu dhe jashtë me të, po ka qenë gjëra që në kanë dhënë një satisfakcion të madh bashkë edhe deri kohët e fundit, domethënë kemi ndjerë këtë. Përveç se si drejtor, që e vlerësuat pak si në këndvështrimin e drejtorit, që është sistematike dhe si partner, si partnere, çfarë ka diçka që ju a ka bërë juve jetën më të lehtë, më të bukur ajo? Shiko, ajo si thuash, jeta e Rudinës që studionte janor të tërë dhe ka studiuar shumë. Kjo sepse dhe mamaja time nuk pretendonte asnjë gjë, për asaj vetëm studiosh piano. Domethënë ka qenë një marrëdhënie se mirë familja e saj, e jema, patjetër në atë kohë, është rritur në një gjendje të mirë, po edhe në shtëpinë tonë, ajo ishte në këtë drejtim, ishte lehtësuar nga shumë gjëra, me përshtim të atyre punëve që të mëdha që duhet i bënte ajo, si thuash. Po nga ana tjetër, ka një diçka tjetër, Rudina shumë direkte. Do me thënë, unë jam një qik më jeta, si thuash, mi ka rafshuar ato kujet një qik më shumë. Edhe përpiqem t'jem bas edhe një dëshmëria me prindit një qik, jam më i kujdesshëm. Nuk e them, kurse Rudina është direkte. Atë që mendon, atë ma thot dhe mua, të ja thot dhe dikuj tjetër, edhe vetëm ato që e njohin mirë, vetëm ato e vlerësojnë atë sinqeritetin e saj. Edhe punën që ashtu si që bën pianon, ashtu përpiqet i bëj që gjitha gjërat. Tashti është në një fazë që jeta tonë tashti është me kujdesshme gjitha gjërat, sepse duhet të ruajmë shëndetin, duhet të, si thuash, të dim të ekonomizojmë edhe forcat edhe punën tonë, por në fakt ne lëvizim mjaft bashkë, lëvizim me koncerte. Keni 40 vjetë bashkë? 20 vite? Kemi, jam habitur. Pse? Po ja, si që thati, që je martuar vonë, po i thashtë shumë pas kemi kure vestu. Mendo, mund të kishe edhe 60, 70. Jo, 70 jo, po 60 po, mund t'i kishe. Tashti bota e ka shpikur se thonë martesa e argjënt, si që jemi ne, pastaj është martesa e artë, edhe vjen një kohë, populli thotë, bure, grua, mishe, thua, thotë që fillojnë ngjasin karakteret, fillojnë gjetë më shumë. Sot lexova diku që nuk mjafton inteligjenca, vetëm nëse gjen punën e duhur, karrierën e duhur, apo qoftë edhe bën një blerje të duhur. Inteligjenca më e madhe është kur martohesh me njeriun e duhur. Po. Bashkoheni? Tashti, kur s'ke provuar të tjerë, do me thëmë, pa tjetër që do t'a pranosh këtë. Ajo është gruaja e parë dhe vetëm në jetën tuaj? Po, është e vërtet. Po, është fejesa, martesa e parë dhe jeta e plot. Problemi është ky që në gjitha këto raste, në gjitha këto lloj marrëdhëniesh, njeriu duhet të ketë kujdes. Duhet njohë karakterin e vet dhe të mos ketë atë krenarin që burri i shtëpisë dhe ati, domethënë, shtroj tapeti kujt sa herë futet në shtëpi. Duhet ta kesh këtë parasysh shumë mirë dhe duke ditur si thua veçantit e personalitetit të njeriu, duhet dish edhe pozicionin tënd. Si thua, ajo marrëdhënie pak a shumë që
kam treguar edhe në punë. Shpeshherë argumenti është ai që sepse si më ka thënë një shoku tim, një mik më i madh se unë, një artist i njohur, ai i cili më tha, shiko Zhani, tha, në fundit martesa një bashkë ekzistencë paqësore është. Tashti, kjo ka brenda pasionin, kjo ka paqe gjithmonë, ka gjitha kualitetet, po nga ana tjetër ka dhe arsyen, jo çdo ditë është lumturia bashkëtorë në plan të parë, sepse ka dhe probleme shtëpia, ka dhe jeta, ka momente të vështira gjithmonë, që lidhen me gjitha gjërat. Kështu që ky moment edhe ne i kemi provuar këto gjëra, edhe kur u lidhëm atëherë kemi pasur momente ngacmimesh, momente në kuptimin politik, në kohën e pandrorë për jetë të këtyre qëndrimeve të mia që kanë qenë të prera, të kujdesshme, s'kam dashur kur të rëdoj vetëm me gjëra që s'kam pas dërmën t'i bëj. Absolutisht asnjëherë, dhe këtu ka qenë ajo që jemi ndodhur bashkë me njëri tjetrin, gjithmonë e kam ndjerë mbështetjen e saj. Ju nuk keni fëmijë. Po. Dhe unë guxoj ta bëj këtë bisedë me ju, është shumë personale, jo me të gjithë bëhet, por e njoh kapacitetin tuaj dhe mungesën e komplekseve për ta folur këtë gjë. Tani kaq shumë pas në kohë, a ka një peng? Ndjehet një mungesë? Këtu njeriu duhet të krijojë një filozofi se çfarë don. Dhe ajo pa folur me njërin tjetrin është një temë që nuk e kemi folur tamam. Ndonjëherë sepse nuk shërben argumenti. Shërben, si thuash, çfarë don ti. Dhe kur një gjë nuk vjen në mënyrë të natyrshme, bindja time është që çdo lloj sforcimi mund të prodhojë dhe diçka që të mos të bëj të lumtur, të krijojë një problem më shumë. Në këtë drejtim nuk ka receta. Në këtë drejtim dhe lidhja tonë me shkollën, me të rinjt, me diçka tjetër, është ajo që kompenson një diçka që ty të mungon në kuptimin tënd. Po duke pasur në një jetë artistike ku vazhdimisht jam prezent edhe të rinjt, edhe nxënësit, edhe gjithçka që ti ke bërë. Po mendoja për fëmijërinë tuaj, nënën e Vanthin që drejtonte shtëpinë e fëmijës, ata fëmijët që vinin dhe rinin shumë në shtëpinë tuaj. Gjatë rrugës e menduat ndonjëherë adoptimin, birësimin? Nuk e ka menduar. Nuk është diçka e natyrshme. Tashti shkenca ka avancuar shumë. Opsionet tani janë krejt të tjera nga to, po unë jam besnik i kohës time. Jo sepse duhet kufizohem ose kam qenë i ngurt në këtë drejtim, por është diçka e panatyrshme. Bamirësia, ndikimi këtyre është i tillë në jetën tonë që nuk është se nuk kemi investuar për t'i bërë fëmijët më të lumtur, siç thash, edhe ato që kanë qenë prirje familjes tonë me këtë familjen e jetimëve që janë ndodhur në shtëpinë tonë dhe janë kujdesur prindit, po edhe ne po njësoj marrëdhënie me ta. Nga ana tjetër, edhe për arsyen tjetër, sepse vitet kalojnë, moshat breze duhet koincidojnë me të dhe kështu ka qenë kështu. Keni një përmbesa? Jeni lidhur me to? Kemi, jo shumë, po kemi. Kemi nga 2 krahët. Kemi një gjë, patjetër janë shumë të lidhur. Tashti vajtja jashtë e këtyre njerëzve tanë të familjes, sado që kemi qenë familje të vogle, familje të mëdhaja, bën që pa nga pak e konstatoj që janë ftofur marrëdhëniet. Sigurisht telefoni, mundësia e një emigracioni që është prezent në jetën tonë, nuk është ai i vajzës së valve që shkonte në Amerikë edhe duhet printe 2 muaj që të vinte një letër ose të fuste në $5 ai amerikani atje që të ndihmonte kaq. Tash janë krejtësisht kushte të tjera, shkohet
emocionet e mia kur kam parë se u hoqin vizat edhe filluan të dalin nënat të shifesh i vinin nga zonat e thella, të veriut, qoftë jugut, dhe shkonin dhe gjitheshin dhe shkonin atje, ishte shumë prekës. Ishte shumë prekës. Çfarë është kesh fat? Ku e kupton njeriu që ka fat? Shiko, kur ti realizon gjëra që ti i quan të rëndësishme në jetë, ti je njeri me fat. Asnjëherë fati nuk mjafton. Edhe njeriu thot që biles nga njerë kur më thonë një po, do të bësh, do shkruash kujtime, do të bësh, unë kam botuar shumë gjëra, po dhe më thënë në mënyrë të organizuar. Them, libri më interesant do të ishte dështimet e mia. Ka dhe gjëra që ti nuk i ke mbritur për disa rrethana, ose edhe rruga që ke ndjekur mbase s'është ajo e duhura. Njëri duhet jetë kritik me veten e tij dhe jo gjithçka ta kërkoj. Pastaj, si thua, në rast se brenda një harku kohore, si thua, një enë e ujë ta marrësh, një enë me ujë, ti do shtihesh kaq sa pranon ajo gotë, nuk mund me gjithë dëshirën e madhe, nuk mund të shtosh dhe një kat pa pasur enën e nevojshme. Kështu që këtu futet jeta, këtu futet gjarje, këtu futet problemet që nuk varen prej teje, ku kalon shoqëria, si zhvillohet jeta, si zhvillohen simpatit, antipatit, nuk është e thënë që gjithë njerëzit duhet mësohesh që jeta ka dhe njerëz që nuk të vlerësojnë. Nuk janë të gjithë të mirë me ne. Ndoshta edhe ne nuk jemi të mirë me të gjithë. Pa diskutim. Përpiqesh të bësh mirë, është e vërtet. Pa dashje dhe mund mos jemi. Por dikush ka një ambicie dhe nuk e ka mbritur. Dikush ka parë ty si një pengesë në atë rrugën, mbas edhe të shtremër që don ai të ketë mbritur ambicjet e tija. Si e kaloni ditën në Tiranë tani? Zgjoheni herët, dilni tek liçeni, keni aktivitete edhe profesionale të lira? Po. Përgjithsisht mbajmë një regjim ditor si kur kam përshkuar në punë. Zgjimi është në orët e shpejta, sepse edhe, themi drejtën, dhe orët e gjumit në moshën time janë që më të kufizuara. Kështu që shijoj që kam përshijuar, jo në një gjë që më intereson, edhe televizori ka luan kohën e vetë, po edhe të tjera gjëra. Një periudhë kam bërë lëvizjet, të shëgova këtë lëvizjet e liçenit, si të shkonte nëna time, edhe më pas, po të ashti duke menduar që kemi dhe probleme për zgjidhur, më shumë i bëj lëvizjet brenda qytetit. Po shkoj edhe takoj edhe miq, nga ana tjetër shpeshherë kam detyrime në institucione ku kanë qenë shumë në televizione, shumë. Dikur kam bërë një emision në një televizion për muzikën klasike që mbrita të realizoj 140 puntata, që ka qenë një punë për mua shumë e vyer. Edhe ajo mbaroi dhe me atë dhe televizioni është transformuar, nuk është me në ato parametra intelektual që ishte, por unë e mbarova kontributin tim. Edhe përpiqem edhe të përgatis edhe të botoj në një gjë, po më pak mundësi kam pasur, me gjithatë edhe i pranuar jam, edhe nuk mund të ankohem që kam vështirë të si thua, të bisedoj, të jemi angazhuar. Mendoj që njerëzit ju duan, ju e keni ndjerë gjithmonë dashurinë rreth figurës tuaj. Patjetër. E keni fituar vetë dashurin, se nuk ta fal askush, apo jo? Është e vërtet. Kanë konstatuar që edhe në një rast, kur nuk kanë qenë shumë të kënaqur prej me njerëz që është tash diçka, kjo nuk ka qenë diçka e tyre, po ka qenë që ose kemi komunikuar, më ka bërë rasti, më kujtohet një rast që dikush më tha, shikoj, unë nuk e përballonja dot atë që ti pretendon një për me. Domethënë unë kam pasur konsiderat që duhet bëndem shumë, por nga njerëzit nuk i përgjigjen si të është njëti të ritëm dhe kjo është njerëzore. Ku jetoni në Tiranë? Unë jetoj tek një apartament përballë shkollës Petronini Luarasi. Keni
një raport të veçantë me shtëpinë, për shembull unë jam natyrë që e dua shtëpinë edhe kaloj shumë kohë në shtëpi, po është me njerëz. Po. Kaloj kohë në shtëpi. Megjithatë, më pëlqen edhe dalja, edhe hecja, domethënë në shërbim të kësaj edhe të shëndetit patjetër, por edhe të takimit me miq, të informacionit, të ndjek ato çfarë ndodh. Më pëlqen të jem, domethënë ta njoh realitetin. Dhe ta njoh dhe pastaj ta gjykoj sipas bindjes time, sipas mendimit tim, të mos jetë thjesht, domethënë një admirues vetëm, po të jem edhe njeri që kam gjykime, që kam të pavarësisht se nuk jam protagonist që të shfaq vazhdimisht unë, si thua, atë që mendoj, sepse gjithmonë kam dhe rezerva për veten time. Nuk mendoj që ajo që mendoj unë është patjetër me e mira dhe kështu, jo. I le të zhvillojnë gjërat edhe. Çfarë mendoni për jetën në përgjithësi? Thuhet që njeriu nuk ngopet kurrë me jetë, ka të pamundur që të ngopet, gjithmonë kërkon më shumë. Sepse jeta është e çmuar dhe është e bukur dhe ne kemi frikë se çfarë ka atje përtej, në botën tjetër, pavarësisht. Jeta është e vërtet që është e bukur. Unë mendoj që është e vlefshme kur jeta ka një kualitet jete. Kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht njeriu edhe Fausti dhe si ishte i gatshëm që të ndaj nga jeta. Ka filozofinë e saj dhe përpiqet, si thua, jetoj sa më shumë. E pranon, por ama gjithmonë është i pa përgatitur. Kjo është edhe surpriza e jetës. Them që në këtë drejtim, kjo është përgjigjja time. Domethënë që kur ke një kualitet, kur ti mund të realizosh diçka, kur je akoma aktiv dhe në art, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse përvoja është kryesorja dhe veçanërisht në këto punë që kam bërë unë, domethënë nuk është që duhet rinia vetëm, se nuk e se balerin, që duhet rinia ose një këngëtar tjetër. Pra ke një marsh më të madh në njohjen dhe sot ajo që ti e ke mbritur si maksimumin tënd, të duket që mund të mbrihet edhe më shpejt. Pra, kjo gjë është e rëndësishme. Shumë faleminderit profesor Zhani, edhe të uroj shëndet të plot, edhe të arish atë që nuk arriti Eva Anthia, mami, 100-ën. Rëndësi ka që t'jem i kthjellët, edhe domethënë të ke mundësi që ato që bëj mos jenë gjëra që s'duhet i bëj. Domethënë po t'jenë brenda forcave, brenda natyrshmërisë edhe modestisë patjetër. Shumë e bukur kjo. Faleminderit.